Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka shprehur mirënjohje dhe vlerësim të veçantë për aksionin e fundit të zhvilluar nga Drejtoria e Policisë së Durrësit dhe forcën e posaçme operacionale. Ky operacion ishte pjesë e një plani të gjerë për goditjen e krimit të organizuar dhe synonte kapjen e disa personave të kërkuar për krime të rënda. Aksioni u realizua me sukses, pavarësisht rrezikut të lartë që lidhej me të. Nëpërmjet një mesazhi zyrtar, Drejtori Proda theksoi rëndësinë e këtij operacioni dhe vlerësoi veprimet e shpejta dhe të koordinuara të strukturave të policisë. Ai përshkroi në detaje vështirësitë që përballuan oficerët, duke përmendur se operacioni kishte të bënte me individ të armatosur të cilët ishin të përgatitur për të përdorur armët në çdo moment. Këto individ ishin të përfshirë në krime kundër personit dhe trafikimit të narkotikëve dhe përbërje një kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë e qytetarëve. Të nderuar kolegë, drejtues dhe efektiv të DVP-s Durrës dhe Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale, organizimi dhe finalizimi me sukses e një operacioni me shkallë të lartë rrezikshmërie për kapjen e disa personave në kërkim për krime kundër personit dhe në fushën e narkotikëve, të cilët qarkullonin me armë zjarre dhe fishek në fole, gati për qitje dhe përballja me këto rrezik, me vendosshmëri dhe profesionalizëm është treguesi nivelit të lartë të përgatitjes dhe përkushtimit tuaj, shkruan ai në mesazhin e tij. Proda gjithashtu theksoi se ky operacion kishte një impakt të jashtëzakonshëm në përmirësimin e sigurisë publike dhe ndihmoi në rritjen e besimit të qytetarëve tek policia e shtetit. Ai u shpreh i bindur se ky sukses do të shërbejë si një shembull i shkëlqyer për të gjitha strukturat e tjera të policisë në mbar vendin. Një pjesë e veçantë e mesazhet kishte dedikuar operacionit të koduar Enigma, i cili përfshin dhe kapjen e individëve të lidhur me trafikun e narkotikëve dhe krimeve të tjera serioze. Drejtori Proda e quajti këtë operacion një sukses të madh për policinë e shtetit, duke theksuar se veprimet e efektivëve ishin të karakterizuara nga ngutësimi dhe profesionalizmi i lartë. Ai inkurajoi strukturat e policisë të vazhdojnë të punojnë me të njëjtin përkushtim për parandalimin dhe goditjen në krimit. Në lidhje me hetimet e vazhdueshme të policisë për individët e përfshirë në këtë operacion, është raportuar gjithashtu për Xhevdet Plaku, një person i kërkuar ndërkombëtarisht. Gjykata e Breshnjës në Itali ka lëshuar një urdhër arresti për Plakun për veprën penale të trafikimit të narkotikëve. Plaku ka pasur një histori të gjatë kriminale dhe është njohur për shmangjen e atentateve të shumta ndaj tij. Ai ka shfrytëzuar disa herë nga tentativat për të eliminuar dhe është harratisur nga burgu i Anconës në muajin janar 2025. Për këtë arsye, autoritetet gjyqësore italiane kanë lëshuar një kërkesë ndërkombëtare për arrestimin e tij, duke kërkuar ndihmën e autoriteteve shqiptare në lokalizimin dhe kapjen e tij. Në fund të mesazhit të tij, Drejtori Proda shprehu angazhimin e policisë së shtetit për të vijuar betejën e përditshme kundër krimit të organizuar dhe për të siguruar rendin dhe sigurinë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ai inkurajoi të gjithë strukturat e policisë që të vazhdojnë të punojnë me intensitet dhe përkushtim për të ruajtur sigurinë e qytetarëve dhe për të siguruar një shoqëri të mirë dhe të drejtë dhe të sigurt.